Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet. Shqipëria voton për zgjedhur parlamentin dhe qeverinë e re, por a do të kemi një vazhdimsi apo një përmbysje? Për këtë do të flasim, do ta analizojmë me politologun, njohësin mjaft të mirë të zhvillimeve politike, pra analizin politik, zotin Ermal Hasimia. Zoti Hasimia, përshëndetje dhe faleminderit. Dita. Zoti Hasimia, do të lindë e reja apo 2030 do ta kap me Berishin dhe Ramën? Nuk e di se çfarë është e reja, varet se çfarë do të jetë, por mendoj që diçka të re do ketë në parlamentin e ardhshëm. Mendoj që të paktën dy nga këto partitë e reja do mundësia në radhë parë, por edhe Shqipëria bëhet, Adriatik Lapajt, besoj që do të mund të futen në parlament. Aty do kenë mundësi pastaj ta testojnë edhe veten. Ndërkohë që nga pikpamja e raportit pasaj të PD-s dhe PS-s nuk besoj që do ndryshojë në një gjë të madhe, duket sikur PS-ja i ka gjërat më në vijë se sa opozita në këtë moment. Prisni që pra kemi një mandat 4 të kryeministrit Edi Rama i vetëm, apo këtë radhë ndoshta do të kërkojë edhe koalicion? Nëse merr mbi 71 deputet, do ketë nevojë për koalicion. Kështu që dhe kjo duket si një skenar më i mundshëm. Si thosh, edhe ky mandat është i humbur për shqiptarët në një farë mënyrë, për shqiptarët, në qartë as jo për ata që votojnë rilindjen, por për pjesën tjetër, domethënë nuk pritet që të ketë një ndryshim kursit të Shqipërisë. Por dhe nëse do merrte 71 deputet, nuk besoj që do kishte interes që të përfshinte pastaj edhe të tjerë. Dhe të vetmet që do mund përfshinte do të ishin ata që në fakt e kanë deklaruar që nuk do të bashkëpunojnë me Ramën, qoftë Lapaj, qoftë Shehaj. Kurse nga ana e PD-s nuk mund ta presësh këtë gjë natyrisht. PD-ja do duhet i futet një procesi pastaj pune të brendshme, transformimi ose zvarritje siç ka ndodhur deri tani. Edhe diçka tek zgjedhjet përpara se të kalojmë tek ajo që do ndodh me opozitën, nuk prisni që të ketë një valë nga diaspora apo elektorati gri që të bëjë një kthes? Jo, nuk ka ndodhur më përpara, s'do ndodhi as kësaj radhe mendoj unë. Mendoj që do ketë më tepër elektorat gri që do votojë për opozitat, por jo domosdoshmërisht për Partinë Demokratike, sepse kemi tani faktorë të rinj që janë futur në lojë, siç e thash, Shehaj edhe Lapaj. Pra elektorati gri, një pjesë e mirë e tij do të orientohej drejt këtyre dy partive, por nuk do të ketë një dallg të madh, një tsunami të madh që do të sillte Partinë Demokratike për shembull në pushtet. Madje as Partinë Demokratike bashkë me partitë e tjera opozitare. Nuk kem duket goxha e vështirë që të ndodhi. Pavarësisht dëshirës që mund të kemi ose jo, por më duket e vështirë që të ndodhi. Po, tashmë ajo që ndodh me Partinë Demokratike dhe Sali Berishën nga e hëna, një dorëheqje të tij, një rikthim, një rikandidim, pra një rikandidim i tij, një grupi Gazmend Bardhi që mund të riaktivizohet me Gjekmarkajn, apo si shihni lëvizjet në brenda Partisë Demokratike? Nuk e di, është e gjitha surprizë, kam përshtypjen që aty brenda të gjithë e kanë lënë këtë çështje për t'u sqaruar mbas zgjedhjeve. Por mendoj që ajo që është e pritshme, mendoj që të paktën niveli i pakënaqësisë me drejtimin e Partisë Demokratike, me leadershipin do të jetë shumë më i lartë. Çfarë do ndodhi pastaj do materializohet në lëvizje të ndryshme, në strategji të ndryshme, këtë nuk e dim. Deri më sot, praktikisht kjo gjë nuk ka ndodhur. Ndoshta pastaj Berisha prapë mund të ketë justifikimet e tij për humbjen. Por mendoj që kësaj radhe do të jetë pak më e vështirë për të gëlltitur nga brenda Partisë Demokratike. Edhe nëse Partia Demokratike do të qëndronte prapë, do vazhdonte të qëndronte e bashkuar pas Berishës, është e qartë që forca e saj do të reduktohej, mendoj. Aq më tepër që futen lojë dhe faktorë të rinj, për shembull Partia Mundësia e Shehajt që futet në parlament, praktikisht do të jetë vetëm partia e djathtë në parlament nga pikpamja e programit ekonomik, sepse programi ekonomik i Partisë Demokratike është relativisht i majt sot. Zoti Hasimia, prisni që Berisha të fokusohet më shumë tek betejë brenda, rikthim tek protestat, apo të fokusohet më shumë duke pritur rezultate edhe nga lobimi në SBA, nga 4 rezolutat që janë miratuar nga PPE-ja dhe të tjerat, pra nga e prisni që ta vazhdojë aksionin, betejën? Mbas zgjedhjeve. Po, pas zgjedhjeve. Po, në një vend si Shqipëria nuk mungojnë arsyet për t'u angazhuar dhe për të bërë opozitë.
Këtu ka ditë për ditë skandale që ndodhin dhe me shumë gjasa në një mandat 4 socialist do të ketë të tjera skandale, njerëzit as nuk shokohen më, nuk tronditen më, nuk preken më nga skandalet e shumta. Kështu që nuk është se do mungojnë skandalet dhe arsyet për Partinë Demokratike, pastaj ose opozita të tjera për tu angazhuar protesta ose mënyra të tjera. Do të ketë plot nga këto, besoj. Në fundit për çfarë ja vleti Laci Vita, lobimi $6 milion, shpresat e Donald Trump, linjat e komunikimit që PD ato që i vendosi me Shtëpinë e Bardhë dhe me Dashin? Po ndoshta antarët mund ta mendojmë që çështja nën gratës Berishës mund të hiqet, kështu që në një farë mënyrë Berisha do të ketë hequr këtë lloj barre të madhe nga supet e tij. Mund t'i vlejnë minimalisht PD-s, por jo aq sa presin vetë brenda Partisë Demokratët, që t'ju vlej kjo gjë. Por në thelb nuk ka një gjë të madhe. Shqiptarët kur votojnë nuk votojnë nisur nga ajo se çfarë mendojnë ata që pret Amerika. Shqiptarët votojnë për nivelin e tyre të jetës, për koston e jetesës, për rrogat e tjera. Kështu që ky është më tepër një shqetësim që dhe një kompleks që ka Berisha sesa një problem i elektoratit shqiptar. Ndoshta mund të jetë një nga skenarët e mundshëm që po kërkon heqjen e kësaj non grate për ta trashëguar më pas partinë tek e bija duke qenë e pastër, pak të peshën e non gratës. Këto janë teori që për cilës kam asnjë lloj informacioni dhe nuk do guxoja të futesha në spekulime të këtij lloji. Edhe një pyetje të fundit kam për pasaportën në 2030, por edhe për drejtsinë e re, duke qenë se ishin dy kartat e qeverisë, e shumicës socialiste që po tenton mandatin e 4. I korri PS-ja frytet e drejtësisë re të kapitalizuara në vot? Jo, mendoj që nuk i ka korrur, nuk është se ka përfituar PS-ja ndonjë gjë nga kjo histori, përkundrazi edhe ajo natyrisht është dëmtuar. Por nuk është dëmtuar aq sa do dëmtojnë në një vend normal. Shqiptarët vazhdojnë, kanë gjithë këto vite kanë vazhduar të votojnë për një qeverisje të korruptuar, sepse nuk nisen dhe të votojnë gjithë në atë duke pasur standarde, vlera morale të larta etj. Domethënë ke plot shqiptarë që janë gatshëm të sakrifikojnë të ardhmen e vendit, madje edhe fëmijët e tyre për një cop vend pune mediokër në administratë. Ke plot të tjerë që nuk e kanë problem moral çështjen e vjedhjes, se është normale që politikanët do vjedhin etj. Ke të tjerë pastaj që varet se si e arsyetojnë, se mund të thonë që do vazhdoj të votoj për socialistët se këta të tjerët nga ana tjetër janë edhe më keq se ata. Do të thënë ka shumë racionalitete të ndryshme. Nuk mendoj që drejtësia është dënimi i disa njerëzve e ndryshon në thelb çështjen e perceptimit të njerëzve ose vlerat morale të racionalitetin e njerëzve kur votojnë. Ajo që ndodh është kjo, që e bën më të vështirë korrupsionin dhe vjedhjen, kjo është e sigurt, sepse tashmë çdo kush që vjedh dhe llogarit që një ditë mund t'i dalin lakrat në shesh dhe mund të dënohet. Por nuk ndryshon racionalitetin e njerëzve, ndryshon thjesht e vështirëson procesin e vjedhjes. Ju lutem edhe diçka, në fillim të një mandati të 4 të kryeministrit Rama, një opozitar mas 3 mandateve në opozitë, duke pritur të 4-tin, nga e hëna, duhet mendoj për të larguar apo të vazhdoj betejën? Flasim për një qytetar, një familje të shtresës mesme. Besoj që betejë do vazhdoj, aq më tepër që në Shqipëri ke plot njerëz militant të cilët praktikisht e shohin veten të paaftë për të gjetur një vend pune jashtë administratës. Janë njerëz që presin që të ikin socialistët që të vinë demokratët ose anasjelltas. Për këtë kategori njerëzish putja në punë në shtet, marrja një rrogë në shtet më saktë, se është çështja e punës, është çështja e rrogës, është aq e rëndësishme sa nuk mund ta lënë mbastore dhe besoj që angazhimi do vazhdoj. Por ajo gjë që mund ndodhi pastaj është që me shumë gjasa do fuqizohen grupe të tjera dhe në kampin e opozitës, grupi që ka më tepër probabilitet për të forcuar djathtas është mundësia e Gronsheajt, meqense Lapaj është pak a shumë pa në lloj orientimi ideologjik. Zoti Asimja, faleminderit shumë. Faleminderit.